një orë, ish policia e njësi speciale e kanë marrë prej qendrës ndalimin në Kanizh edhe kanë dërgu në Subotic. Prokurori i rastit po e merr në pyetje. Unë i kom dërgu disa prova me cilët dëshmohet pafajësia e tij. Pra situata është e qartë, unë e shpresoj edhe besoj që shumë shpejt ka mu liru. Në fakt nëse lirohet, kjo më nuk ka të bëj as me punën e Arnorit, as me punën e Arianitit, as të avokatëve, po është çështje politike. Ju e dini, para 4 dite e kom paralajmëru, kur një agent i bijës sërbe e ka pranu fajësin para gjykatës në Kosovë, dhe është dënuar me 5 vjet burg, ai ka qenë edhe ish polic i Kosovës. Unë e kom thonë që ka me pas një kundërgoditje prej Serbisë, edhe veç pomdhimet i pari kush ka me ra kurban. Sidoqoftë, po besoj që këto provat që i kom dërgu, nuk muj me ju shpalas rrethanat e rastit, po besoj që këto provat që i kom dërgu dje, kanë me qenë mjaftueshme me liru Arnorin. Po merret Ministria e Punës Jashtme me këtë temë? Ministria e Punës Jashtme po merret me këtë temë, unë i kom partner të mirë në çdo rast, sa herë kom pas nevojë për përkrahje logjistike, më kanë dhënë. Natyrisht gjithmonë mund në shteti i Kosovës me vëmë ma shumë për qytetarën e vetë, edhe unë gjithmonë do t'jem mbrojtje të secilit qytetar për shkak se shteti nuk po angazhohet sa duhet. Ata me angazhimin e vetë sa po mundën, po nuk po ju hesë shumë mirë. Edhe presim tash brenda 1 ore, 2 ore do t'a kuptoj se a do të kërkon prokurori para burgim për ish policin, apo do t'a liroj me njëherë. Beteja vazhdoj edhe sigurt në fund unë do t'a nxjerri. Mos harroni se kjo familja Arnorit shumë ka kontribu për këtë shtet, se aktualisht edhe babën e ka polic. Nëse më lejoni me ja u bo një kritik, juve medjave, e keni qit me arme, me tesha, nuk na keni një proces. Se fotografiat ju që e keni publiku këtu, kanë shku atje në Serbi edhe nuk e kam paraqit në frymet të cilën unë e kom pas qef në këtë fazë mu paraqit. O dash me prit, mu kry kjo proces e pastaj këshim vazhdu me fotografia. Po duhet me taktizu për me mujt me arrit qëllimin. Faleminderit. Ju ftoj edhe njerë asë një deputet, mos e merr një deri sa s'mirën vesh se ata po i shpalosit platformat e veta e po vazhdojnë mastikje. Edhe po. Çdo deputet e ftoj me 2 rrogat që i kanë marrë 3 muaj po punojnë këtë.